s'ka me këna pas, po mësapir ka pas 10 herë më shumë. Tash tybe në orë kështë në orë një orë edhe hetë, po knasima nuk ka se kushtet jënë konë 100 herë më mirë. Apo na prezentohesh fillimisht? Ahmet Tërshoni nga fshati Petruv. Agja Ahmet, apo më tregon pak, na sot kemi arë këtu në vendindjen e juj. Sa ka ndru ky vend ndër vite pak? Qysh e kujton prej vite më herët? Ky vend ka ndryshu shumë me të madhe. Atëherë shfarë s'ko me ka pas, Allah i në rëpt. Gjon ka pas a dush, ta s'ko as një heq. Që këtë jore jam i ka bon qëtë dhanë, ku gjon heq. S'ko me musafir ka pas, s'ko me këna pas, po musafir ka pas 10 herë më shumë. Ta shtybe në orë, kështë në orë një orë edhe heq. Qështu? Qysh e kujtoni këtë fshat ndër vite? A ka pas heq banor ma shumë? Atëherë ka pas ma pak, ta shko ma shumë. Po, ta shko ma shumë. Nuk është një fshat që njerëzit shumë shkojnë? Jo, po tash edhe ndërtimet janë kaj tjera, atëherë kaj janë konë shpija të bugla, shpija. Tash edhe kushtet për jetes janë krejt? 100 herë ma mirë. Po knasima nuk ka se kushtet janë konë 100 herë ma mirë. Qka për mungën knacia, kjo mbledhita? Knacia, valloj, pëso musafiri arkë në përdëhu datë bugla, në përdëhu datë këshia, grotu gatue, me kaftjallë, me dork, me drek, me kejtë. Ta shtiv edhe me orë një orë edhe hecë, dullën kjerë, dullën sa të në kom. E pse po mendon të është ma ketë qështu? Jo, ta është ma mirë. Pse ma mirë, se ma se po për grani, me për kejtë ma se po. Apo njeve pleqve ju ma se po. Se na kina që me po muhabet, me naj plaka, me naj dikane, ta shki me kom me reja, me grue, me djallë. Shki me kom. Apo më tregon pak në këtë fshat për para, sa ka qenë bujtësia, blektoria? Bujtësia dhe blektoria u konën shumë e modhe. Tash bujtësia ka ro ketë, blektoria ka ro ketë. S'ma kush gjonë një lëp në postë, dikush heq, ma shumë heq s'kanë. Nuk është që mirën më me Jo. Ko shumë edhe një ndorë për joshna për Gjermanië, për Zvicër, ka kanë mujtë. Ju jetëni këto, gjithmonë keni jetu, s'keni dalë? Valla që 75 jetë. A ju ka shku menja në herë me dalë koftë, në shti, me koftë, na i kom janë? Unë kam edhe 2 djemë jashtë, shkoj ri 15 ditë edhe veç, ma shumë nuk mëj me nejtë. Nuk të pëlqenë? Në veç. Së në rënë atje? Veç, kumë punu ka 2-3 mu që ashtu në zesë, më ti, në të tretër edhe në shpi. Më dojë ma shumë me të pijat kusha atje të ri. Me punu pasha zotin ko punë dhe këto sa dush, me punu që këtë gjolë janë. Ko punë sa dush. Po të rritë nuk përdojnë ta shumë punën. Se po mendojnë që po dalin tash edhe shumë jashtë? Po valloj po dalin po mendojnë që është ma mirë atje, shumisa dhe kthehem. Valloj ma mirë se veni të konë tyben postë. Edhe ju vete pas këtë provu edhe si ju ka bëjtë? Më kom provu e valloj më kanë lutë, më ndreqë edhe letat këmone faleminerës, ditën e mire, mos që tyben rrimë.